Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin me ju, e Zoti ju bekoft, Zoti u apranoft çdo gjë që keni bërë deri më sot, edhe Zoti ju dhënë mbarësi dhe sukses për të vazhduar mirë dhe ashtu siç duhet në ditët në vazhdim. Ja ku jemi pra bashkë në takimin e ditës cila ditë jemi sot? Sot jemi dita e 4 e Ramazanit. Pra, ejte e premte, kur kemi filluar të ejtën, ejte e premte, e shtunë, po, dhe sot jemi dita e 4 e diel. Alhamdulillah, falëndrimi takojnë Allahut xhalla xhelaluhu. Alhamdulillah. Kemi ardhur sot për takimin e radhës, për ndetur me vëllezërit. Nuk ka dyshim se mbrëm kaluam një natë të këndshme, ishim në Ferizaj, po dita 4 të Ramazanit. Ishim në Ferizaj mbrëm dhe ishte një organizim fantastik nga shoqëria civile. Ishin atje të pranishëm Bashkia Islame, ishin pranishëm mjek, intelektual, gazetar, analist. Me të vërtet ja kemi kaluar mirë. Dje kemi kaluar shumë mirë, jemi kënaqur me ato vëllezërit atje. Elhamdulillah që kemi vëllezër kudo që na duan edhe i duam. Mirë, atëherë ne fillojmë me mesazhet tona. Kjo dora është dora ime e djathtë. Dora e djathtë. Se ju s'leni as me bo gjinof. Sa njerëz kujtojnë se kjo është e majta nga që është efekti kamerës. Alhamdulillah. Mirë, inshallah, fillojmë. Çfarë duaja të themi për njëri i cili ka një smundje shumë të rëndë? Ti lutemi Zotit me ballë në sejdë. Kur ti jemi me ballën në sejdë, ti lutemi Zotit për të. Pikat në sy e prishin agjërimin sepse i kam të detyruara, nuk e prishin agjërimin. Selam nga Dorsi, wa alaikum selam wa rahmatullah. Sauku, wa alaikum selam wa rahmatullah. Zoti ruajt. Prishtina, Zoti ruajt dhe nderoft. Mitrovica, wa alaikum selam. Presheva, Zoti nderoft. Hosh 2 rekat dhe vitrin e lënë se fyr është në rregull? Nëse i jenë në shtëpi, po, ama nëse i jenë nga ta që shkojnë në xhami, duhet me fal me imamin. Nëse i jenë në shtëpi, po. A prishet agjërimin nëse përdorim parfum me përbërje alkolike? Jo, nuk prishet. Gjatë namazit kam shumë shpërqendrim. Mendimet e këqija, po prap e fali siç duhet. Elhamdulillah, shumë mirë. Tani që ti jesh i përqendruar në namaz, do të thotë para namazit përgatitesh, ta bësh abdesin ashtu siç duhet, të vish në kohë, të vishesh mirë, të mendosh përpara se kujt je, ti thush fjalët duke e di se çfarë po thua.
Të gjitha këto ndikojnë dhe ndihmojnë. Po megjithatë, edhe pse nuk je i përqendruar apo e përqendruar, namazi është i saktë. Kur një person ka shumë vezvese për fejen, pastërti, namaz dhe frikë se po gabon vazhdimisht, a është kjo shenjë dobësie në iman apo sprovë psikologjike? Më shumë është sprovë psikologjike, po prapë sprovë mbetet, nuk ka lidhje me imanin. Dhe si duhet trajtuar si pas fesë, kjo me fe duhet trajtuar me minimumin quhet, ose me të kundërtën. Me të kundërtën e dyshimit. Për shembull, ka dyshime se i prishet abdesit. Këti thuhet, jo, se ke prish abdesin. Do ta laj dorën fort se duket sikur se ka larë mirë. Këti thuhet merr abdes vetëm nga një herë. Kur jemi agjërim hoxhe nuk ndihesh mirë, a mund ta prishësh? Nuk ndihesh mirë si puna e elastikut. Kur e ke të pamundur ta vazhdosh. Kur e ke të pamundur ta vazhdosh. Kështu duhet parë situata, jo s'ndihesh mirë, se fjala s'ndihesh mirë ke marrje mendsh. Kështu që kështu duhet trajtuar. Kështu duhet trajtuar. A mund ta dim thot se çfarë është ajo që po pin? Lëng, përzierje. 3 net të kam shkruar thot dhe s'm ke dhënë përgjigje. Po çfarë ta mund shkruaj? Ja për shembull, tani arrita ta lexoj. Sepse jo të gjitha mesazhet që janë, domethënë ne arrim të lexojmë, nuk arrim dot të lexojmë të gjitha, nuk arrim dot të lexojmë të gjitha, kështu që na boni halal, si nuk i lexojmë dot të gjitha. Na boni halal, ne lexojmë ato që mund të lexojmë. Ato lexojmë, ne mund të lexojmë, domethënë për ndryshe nuk i lexojmë dot të gjitha. Atë lexojmë gjithë bashku ezanin, se me sa duket ka hyrë koha e ezanit. Allahu Akbar. Atëherë, ezani sabaut ka hyrë për Tiranën, për Shqipërinë gjithmonë flasim. Selam thot nga Suedia, aleikum selam nga Italia, nga Gjinari, nga Ferizaj. Ferizaj kemi kaluar shumë mirë, më kënaqem. Allahu na e pranoft, amin. Shkupi. Këtu ku jetoj unë në Kars, luhet xhumaja fare një orë para hyrjes drekës. Për shkak të një takimi në zyrë në orën xhumas fare drekën në fillim të orarit. Për shkak të një alarmi zjarri, takimi anullua dhe unë shkova në xhami e fare xhuman. A veprova drejt? E rëndësishme ke fal xhuman, elhamdulillah. Ose se kam kuptuar mirë. Xhumaja mund të falet edhe para kohë, në kuptimin para orarit drekës. Nuk ka asnjë problem fetarisht nëse e fal imami dhe xhamia dhe xhamati. Mendimi më i saktë i dietarëve është se xhumaja nuk ka kohë fillimi. Selam nga Korça, aleikum selam nga Suedia. Prap ky vllai thotë u bë 3 net që të kam pyetur, por s'kam fat për përgjigje. Se ta i shkreta, jam i pa fat, jam i pa fat. Kurse ky tjetër i thoshte, kam fat, thoshte po e kam të zi. Jetoj në Itali, do vi për vizitë në Shqipëri, a shkurtoj namazet, varet a vjen tek vendi ku ke shtëpinë, nëse vjen ke vendi ku ke shtëpinë, jo, ama nëse vjen në vende tjera, po.
Selam, thot Zvicra Peja, aleikum selam. Gjilani, aleikum selam. Je shumë afër, thot. E vërtet që jam afër, për çfarë të bëj? Duhet me i lexo pyetjet. Nga Kreta, aleikum selam, Zotit bekoft. Kam një paqartësi rreth çështjes së alkoolit. A është në Islam i ndaluar plotësisht çdo lloj konsumimi i alkoolit apo ndalimi lidhet vetëm me dehjen? Po e pyes se jam falës i rregullt i namazit dhe duhet kuptoj sakt qëndrimin fetar bazuar në Kur'an dhe në Sunet. Në Islam alkooli është i ndaluar tërësisht. Jo me dehjen, pra me çfarë kuptimi? Nëse alkooli është i pastër, është haram edhe i pikë. Ndërsa nëse nuk është i pastër, po mund të ketë përzierje, atëherë lidhet me dehjen dhe transformimin. Për shembull, alkooli i pastër nuk mund të pish prej tij as edhe i pikë, o haram. Ama nëse është një pije, ka një përqindje që nuk de alkooli, nuk është haram. Derisa të kalojë në përqindjen që është dehje. Për shembull, ka 0,005%. Një lëng, është bërë një lëng dhe ka 0,05%. Ka lidhje, nuk de. Selam nga Tirana, selam. Jetoj me babën dhe është i paralizuar dhe unë e ndroj dhe mbas e shoh dhe pjesën e tij të auretit. A prishet agjërimi? Jo, nuk prishet. Përkundrazi ty të rritet shpërblimi, vlla. Zotit në roft e Zotit lartësoft. Plum si ti, vlla. Selam nga Peja, aleikum selam. Gjermania, aleikum selam. Amin. A është prishja agjërimin nëse haron? Jo, nuk prishet agjërimin nëse njeriu haron. Shumica namazeve i falen në shtëpi, a është dobësi kjo? Varet nëse i ke mundësit apo jo. Nëse i ke mundësit ta falësh në xhami, është dobësi. Nëse si ke mundësit, s'ka as edhe problemi. Selam. Gjermania, Zoti rujt. Anglia, Zoti rujt. Nëse i falim teravit vetëm ato sure që dim, unë di vetëm 4 sure, okay? Rregulli. A prishet agjërimin nëse e puth gruan në buzë stamp? Varet çfarë moshe ke dhe çfarë efekte shancore jep kjo puth me stamp. Falë të Zotit, falë. Selam aleikum nga South Carolina, aleikum selam, rahmetullah. Nëse na pikon gjak nga trupi, a prishet agjërimi? Jo, nuk prishet. A lejohet me bo insulina kur jem agjërim? Lejohet. Përshëndetje dhe selam, thot nga Spitali Traumës, Zoti ju rujt dhe ju shëroft, ja Rabbel Alamin. Konispoli, Allahu ju rujt, Konispoli. Tirana, Allahu ju rujt. Prishtina, Zoti ju rujt. Allahu ju rujt gëzim. Nga Gjermania nuk më ka dalë gjumi dje për se fyrë, por Ramazanin nuk e kam prish. Por familja më tha nuk ze. Familja tifusi tas lalt mbas iftarit sot. Je në rregull, edhe pse si çu për se fyrë, je në rregull. Atëherë nga Kroacia thot si bëhet për kalendar për Ramazanin, ta çova tani direkt. Sa po ta çova. Edhe të tjerë ta marrin nga këtu, pra nga komentet që kam bërë Ardianit. Më thot duke përgatit iftarin, më habit kam kërku gjellën. Pra ka provu, s'ka problem.
nuk ka problem, me ke bo pa dashje, s'ka problem. Kur në koha e namazit, fala ngat me sunnetet, apo duhet namazin. Kur hyn koha e namazit, fala ngat me sunnetet, se kuptova për Zotin. Nëse lexon Kur'anin me shkronjë latine, jo, nuk e ka se vapin. Çfarë doaj me bo, thot se kemi sprova shumë ilaçe dhe probleme të shëndetit mendor, sa që sot jam lut me marë Allahu. Nuk mundem më o dy të gjova, ditën e dytë pata shumë sforcim dhe luftë me veten, nuk e prisha gjejmë sot nuk mundem, nuk ka problem, përderisa s'mundesh nuk ka problem. Kam deri 14 vjeç dhe ai nuk di mirë fjalët për namaz. Dhe dua ata fal bashkë me të, që ta trajtoj për t'i dalë bashkë, po inshallah nuk ka problem. Në qofse ti që ke bo pyetjen e femër, nuk mund bësh imam për të, por rri anash edhe ai të mësoj prej teje anash. 14 vjeç ai duhet të jetë imam sot, imam i jot. Je shumë me vonesë, me mësimin e namazit për fëmin tënd. Nëse dikush ka frikë se Allahu mund t'ja marrë një begati, sepse është i lidhur me të, kjo është loja e shejtanit, mos e vrit mendjen. A delati në gjua e prish, nuk e prish. 4 rekat orën 3:30 janë namaznate, po, namaznate. Minihu, alejkum selam. A lejo që ta hudra ose qef gjatë këtij muaji? Lejohet, po kujdes kur shkojmë në xhami që mos shqetësojmë njerëzit me erën e keqe, si më thënë. Selam nga Greqia, selam. A prishet agjërimi nëse kemi një drek të 40-ash, po, sigurisht që prishet. A është drek? Prishet. Pes ka logjik shumë me pyet burrë dhot. A prishet agjërimi nëse hajm drek? Se është e 40-a të vdekurit. Po normalisht që prishet. Dhe që s'bon me bo 40 herë. Kur i falni ju teravit në xhamin tuaj, 2 orë mbas akshamit. Thirrjet e ezanit 2 orë mbas akshamit, pastaj falim teravit. Venecia, Allah rrit, Italia, Reggio Emilia. Teravia falet 2 nga 2 apo 4 nga 4. Ne e falim 2 nga 2, po ato që e falim nga 4 nga 4 në rregull janë. A do na e thjeshtosh pak këtë punë në lidhjeve serioze, por jo të kurorzuara për shkak të moshës. Nëse ju keni lidhje serioze, pra familja ka bërë dakordsinë dhe keni marrë okejin e familjes dhe është bërë me dëshmitar, keni bërë gjithë procedurat, atëherë absolutisht mas akshamit sulm me bismillah gjithmonë. Ama nëse keni bërë familjarën, nëse keni bërë mehrin, nëse kanë qenë dëshmitarët, nëse janë plotësuar gjitha kushtet. A mund të bësh namaz pa vath dhe pa çorape? S'ka lidhje namazi. Pa abdesi, pa vath, s'ka lidhje. Çfarë s'po të gjë? Greqia, alejkum selam. Çfarë mendimi keni për tefsirin e Ibn Kathirit? Është prej librave më të mirë që komentojnë Kur'anin famëlar. Kumanova, Suedia, Allah e rrit. Sa po u thirr ezanin në këtë moment? Ky është ezani i parë i imsakut, jo. Ezani i imsakut është i dyti.
Do në e thështash pak punën e lidhjes serioze këto. Kjo është një pyetje që ja kemi dhënë përgjigjen edhe po na vjen pa pushim. Gjykimi i balsamit për sallatën është halal. A mund ta shtym syfyrin brenda orarit deri në kohën e kalendarit? Po. Prizreni, aleikum selam, Korçova, aleikum selam. Austria. A prishet agjërimi thot nëse marrin infuzion? Jo, përveç se nëse është thjesht ushqyes. Selam nga çunat e medreses farmacia 10, ju rrit Allahu, Zoti ju nderoft. Tani ke parasysh nga që jemi me celular dhe këtu do të thonë përsëriten komentet në mënyrë ekstreme dhe shumë vështirë me kap të rejat. Kur bëhet iftarja duhet të falemi apo të hajmë? Atëherë çelet me diçka të lehtë, pastaj falet akşami, pastaj hahet darka e iftarit. Sa rekat kanë teravit? Faluni aq saç fal imami në xhamin tuaj. A lejo zakatet e njerëzit tanë që kanë nevojë, por i përkasin një feje dhe besimi tjetër? Origjina në dhënien e zakatit është brenda njerëzve të fesë dhe të besimit islam. Përveç se nëse ne i japim tek të tjerët me qëllimin e ofrimit të tyre drejt të vërtetës dhe drejt islamit. Ksamili, ju rrit Zoti. Nga Suedia, a ke drejt me provu ushqimin kur je me Ramazan? Motrat besimtare ose ata që e kanë profesionin si kuzhinier, ju lejohet që ta shohin ushqimin për krip ose për diçka tjetër, pastaj e nxjerrin më njëherë, nuk e çojnë poshtë. Apo me u dezinfektu me alkool etilik ose krem në pjesë e trupit, po, bën. Kur gabim namaz salavat i thojmë 2 herë, s'ka asë dhe problemi. Shumë pyetje përsëriten që ja kemi dhënë përgjigjen. Kur'ani nga fillon leximi, nga sura Fatiha, El Bekare dhe kështu me radhë. Do bëj një rrugë 550 km, a lejohet ta prish agjërimin? Lejohet, në islam lejohet. Unë i fal vakt në shtëpi e fal vitrin, a lejohet? Po, lejohet. A lejohet të lexohet Kurani në gjuhën shqipe? Absolutisht që lejohet. Sa kohë mbrapa imsakut duhet falur sabahun? Sipas një mendimi, falet me njëherë mbas imsakut. Ndërsa mendimi tjetër më mirë të vonohet një gjysmë 20 minuta e gjysmë ore. Cila është lutja më e mirë që Zotit na shtoi detyrin? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kjo është lutje që bëhet mëngjes për mëngjes. O Zot, më jep dije dobishme, më mundso veprat mira dhe më furnizo më furnizim të pastër dhe halal. Kam djalin 8 vjeç dhe e mban deri në orën 12 të drekës. Jo, më mirë ta mbaj një dite sot e një dite mas jave e një dite 3-4 ditë gjatë gjithë Ramazanit, se sa deri në orën 12.
Kjo pyetja do na theshtosh punën në lidhjeve serioze pa nika. E kam dhënë përgjigjen më lart dhe vllai vazhdon ta përsërisi çdo 32 sekonda. Çfarë vlere kanë të dy zetat? Asnjë lloj vlere nuk kanë, janë bidate, s'kan lidhje me fenë e Zotit. Nëse punojmë gjatë ditës dhe s'mund ta përballojmë agjërimin, lejohet me e prish. Dhe këtë ditë e përsërisim prapë dhe kështu vazhdojmë deri në fund Ramazanit. Nga Greqia, aleikum selam, rahmatullah. Deri në çfarë ore mund ta shtyjmë syfyrin? Deri në kohën e imsakut. Mund ta shtysh sa të duash deri në kohën e imsakut. Nesër tezja ka 2 zetat, ngaftuar për iftar. Në Islam nuk njihen këto, as 2 zetat, as 5 dietat, as 6 dietat, as 7 dietat, as 8 dietat, as 9 dietat, as 100-tat. Adelati ju tha që nuk e prish, po nëse vendosim një kokër krip poshtë gjuhës, nuk prishet agjërimi prapë. Nga Stuttgarti, aleikum selam, rahmatullah. Sa herë që fillon Ramazani, unë bashkë me 3 fëmijë ta agjërojnë, mbi vajzat dhe djali i vogël falen në Ramazan, shkojnë edhe në xhami. Problemi im se burri nuk agjeron, por problemi më i madh është sa i pin edhe nga një birr në darkë për darkë të Ramazanit. A na quhet neve të tjerë Ramazanit? Jo quhet. Jo quhet, jeni në rregull. Jeni në rregull shumë. Nga postriba, Allahu i rujt. A na prishet agjërimi nëse çojmë poshtë përshtymen nga goja? Pa nxjerr jashtë nuk prishet agjërimi. Kemi një hoxh që për teravi në fal 8 rekat nga një sure për çdo rekat. Dhe gjatë Ramazanit e mbaron Kur'anin me xhamat. Mashallah, Zoti është shpërbleft. Prizreni, aleikum selam. Se i geni Gjermanisë, në ndërtim, të gjithë ditë ka se jam i djersitur, am pranohet namazë se mbi mi falit të pak në orare të punës. Djersitja nuk ka asë lloj problemi, nuk prish as namaz, as agjërim, as abdes. Si na vin mysafir thot për Ramazan. A mund të themi që hajtni mas iftarit, ashtu thu hajtni mas iftarit. Po mysafir s'ka lidhje. Selam nga USA, agjërin të letë mbaruar dhe të pranuar amin. Selam, rahmatullah. Mirë, unë do të çohem sepse duhet me falë edhe unë sabahun. A mund vinë motrat besimtarët falen tek xhamia Dina Hoxha, tek çdo xhami, po mund vinë. Mirë, Allah yrit. Zoti ju nderoft sepse unë duhet dalë të falet unë sabahun. Zoti ju nderoft. Selam aleikum.